Një tërmet me magnitudë 2,5 ballë goditi pranë bashkisë së Poliçanit. Qarku i Beratit. Shqipëri sot më 16 mars 2026 në orën 17:17 me orën lokale. Ose më 16 mars 2026 në orën 16:05 UTC. Siç është raportuar nga MSC në faqen e saj të internetit. Tërmeti është vendosur në një thellësi të cekët prej 15:0 nën sipërfaqe. Në koordinatat gjerësi gjeografike 20,588 dhe gjatësi 20,004. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet pranë epicendrës përfshijnë Poliçanin, qarkun e Beratit, që ndodhet 8 ose rreth 4,97 milje nga epicendra. Berat, qarku i Beratit, Shqipëria Jugore, që ndodhet 13 ose rreth 8,07 milje larg. Berat, qarku i Beratit, ndodhet 13 milje, ose rreth 18,0 larg. Qarku i Beratit, Fierit, ndodhet 17 ose rreth 10,5 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Parashikimi i motit për zonën afër epicendrës sot pritet të jetë me vranësira të pjesshme gjatë gjithë ditës me mundësi reshje shiu. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh te vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.